Një nga aktorët më të mëdhenj në botë shpëton fal një ëndre. Është një histori e vërtetë dhe e dokumentuar. Ndaj doja që ta diskutoj me ju që t'ju pyesja si është e mundur që në një ëndër të paralajmërojnë që ke një problem dhe ti pastaj ta zbulosh që problemi ekziston me të vërtetë. Pra si është e mundur, nga vijnë këto informacione, sepse ti je në gjumë, je gjatë ëndrave. Kush mund të thot një informacion të tillë? Tani ndiqeni këtë histori, është një histori e vërtet, kam bërë një video para ca kohësh dhe e njoh, sepse kam dëgjuar edhe intervistën e këtij, nuk do t'ja u them tani për tani, aktorin do t'ja u them në fund, por e njihni që të gjithë. Dëgjojeni, në vitin 1900, ai lindi në vitin 1967. Dhe kur ishte 20 vjeç, në vitin 1987-88, ati në ëndër i thanë që do takonte, e ka thënë vetë publikisht, do takonte, me fjalë kur ishte 20 vjeç, këtë ka thënë, në ëndër i thanë që do takonte një vajzë që ati nuk do t'i pëlqente, por që do t'jetonte me të për tërë jetën. Dhe kështu ndodhi. Në vitin 1994, ai njohu Sunshine, që më vonë ajo vajzë u bë gruaja e tij dhe u takuan rastësisht me disa nga shokët e tij që ja prezantuan. Ai fillimisht ajo ishte një aktore, kishte bërë disa filma dhe ky kishte bërë disa filma, por nuk ishte shumë i njohur. Me fjalë kishte bërë disa filma jo të suksesshëm. Më vonë bëri filma të suksesshëm. Dhe u njoh me këtë vajzën dhe çuditërisht u ngjit kaq shumë me këtë vajzën saqë ai nuk e shpjegonte dot. Në fakt u martuan në vitin 2000. Dhe kur u martuan në vitin 2000, ajo ishte shtatzane. Me një fjalë, në atë kohë ishte shtatzane. Kjo ishte sapo kishte mbetur shtatzane dhe kështu që ai dëshiroi që të jetonin bashkë nga ai moment. Dhe kështu që u martuan, i kërkoi që të martohesh, u martuan. Mirëpo, në vitin 2001, ai filloi që të kishte një vëgim ose një ëndër të çuditshme. Shpeshherë, me një fjalë për një kohë të gjatë kjo, i dilte në ëndër sikur ai kishte një tumor në kokë. Por jo një herë, sepse ndodhi disa herë, disa net. Në fakt, ç'është e vërtetë, ai mendoi që, do shkoj tek mjeku kot kështu, sepse kishte bërë nga këta njerëz që si thotë ai vet, që ishte i prirur që të bënte gjithmonë teste për shëndetin, nëse ishte mirë ose jo. Dhe i bënte testet pothuajse çdo mbrëmje, çdo vit, më falni, dhe një mbrëmje mendoi, tha, nesër do shkoj tek mjeku. Dhe kështu ndodhi. Shkoj tek mjeku dhe i tha fjalë për fjalë. Unë tha, kam parë një ëndër, ndaj po të them, në fund fare, tha, kur mjeku e kontrolloi, e pa mjeku s'ka asgjë, tha. Dhe ky tha, se kam parë një ëndër, tha, edhe ja tregoi mjeku kështu, tha, kam parë një ëndër që kam një tumor në kokë dhe që ngrihem me fjalë si mund të quhet, i trembur. Dhe më thot, një mjek më thot që kjo është, më tregon një flet, me një fjalë, një dokument ku aty është një tumor, pra brenda kokës. Këtë tha, kam parë, tha, doja që ta hiqja këtë breng. I tha mjeku, mos e vit më dhja, tha, sepse vetëm ëndra janë, tha. Po ti tha s'ke gjë. Pastaj tek sa po dilte nga zyra, nga kjo infermieri aty ku ishte mjeku, i thot mjeku, ktheu dhe njerë. Do bëjmë dhe një test ose si dihet, thot, një test të kështu, i tregoj për një test tjetër, një test specifik. Sepse testet e tjera nuk treguan asgjë. Në fakt, kur bëri këtë testin specifik, ai zbuloi, pra ky aktor zbuloi që kishte një tumor të keq, jo një tumor beninj, por malign, që ishte në statusin, pothuaj statusin e 4. Dhe ai mund të vdiste brenda një kohe shumë të shkurtër, në fakt, i dhan urdhër që të bënte një ndërhyrje kirurgjikale të menjëhershme. Dhe kështu ndodhi. Shkuan, çuan në spital dhe brenda 2 ditëve i bën operacionin dhe çdo gjë shkoi mirë për fat të mirë, ndonse ishte një tumor i keq dhe ai mund të humbiste edhe dëgjimin, sepse ishte pas veshit. Pra në një pozicion ku pas në tru, ku nuk dukej. Me një fjalë ishte nëse do ta shikoje, nuk mund ta shikoje. Fizikisht ishte pamundur, sepse ishte brenda kokës. Por edhe kështu, kur bëjnë ndonjëherë këto radioskopit dhe testet tjera, pra këtë check-up-e. Si përfundim, çdo gjë shkoi mirë dhe në fund e mori vesh edhe gruaja lindi, pastaj fëmijën e parë dhe nga ai moment ndryshoi komplet jeta e tij. Por dëgjoni pak.
sepse nga i moment ndryshoi jeta dhe ai e dinte shumë mirë, siç e ka thënë dhe në një intervistë, që do të ndryshonte jeta e tij, do të bëhej një nga aktorët më të famshëm. Në fakt, kur e pyetën, i thanë ti çfarë do të dëshiroje në ëndër kjo? Ai tha unë mjafton, tha që të jem mirë, tha të kem një familje, tha, sepse familja është gjëja më e shtrenjtë, nuk është profesioni. Në fakt kishte të drejtë, sepse fal asaj familjeje ai pati sukses të madh. Dhe ky aktor i famshëm është Mark Ruffalo, që padyshim shumë për ju që e njohin, është ai që ka bërë Hulkun disa herë. Mark Ruffalo është ai që është pak dhe ka bërë dhe Avengers, ka bërë disa filma të mëdhenj, me fjalë më vonë, pasi bëri Hulkun. Por ajo që më ka bërë përshtypje në këtë histori është fakti që si është e mundur që gjatë ëndrave ai të mund të shikte të merrte një informacion që doli më vonë i vërtet. Disa prej jush do thonë, po mirë, ku e mori vesh ai, me ku e dimne që është e vërtet apo jo. E ka thënë jo vetëm mjeku, por më vonë tha edhe bashkëshortja e tij. Pra e kanë thënë edhe shok të tij që e kanë bërë publik dhe ai s'kap se gënjen për këtë, por se disa prej jush thonë që po mirë ti u beson të gjithë dhe atyre që thonë këto histori, nuk është se u besoj të gjithë, por këtë histori e njohin të gjithë, këtë që ju thash tani të Mark Ruffalos, kam bërë edhe një video para një viti të tij, të këtij personazhi, dhe për më tepër duhet të dini që të gjitha misteret që ndodhin nëpër ëndra janë më falni, po është avioni që kalon, dhe po thoshja të gjitha misteret që dalin në përëndra, që janë informacione, si u thash, që në të vërtet shfaqen në jetën reale, duket sikur gjenden në një dimension tjetër, që duket, thash, sikur gjenden në një dimension tjetër, por është një dimension i përbashkët, sepse nga i marrin këto informacione. Pra është njësoj sikur të ketë një vend ku janë të gjitha informacionet dhe sidoqoftë aty brenda ndodhin ato evenimente, por informacionet ti nuk i ke paraprakisht dhe ato ndodhin. Pra në një matrix të përbashkët, me pak fjalë. Ju çfarë mendimi keni për këtë histori? Ndërkohë që jam duke me qenin, me qenushin tim këtu, doja t'ju tregoja këtë sepse vazhdon akoma disa prej jush që më shkruajnë, siç ju thash, për këto ëndrat, si për shembull një zotëri tjetër ka treguar një ëndër të gjyshit të tij që i ka thënë disa fjalë që unë do t'ja u them në një video tjetër, por doja t'ju ngacmoja prap për sa i përket ëndrave, nëse keni patur ëndra premonitore ose njerëz që nuk jetojnë më dhe që ju kanë thënë fjalë apo keni parë evenimente që në të vërtet kanë ndodhur. Ku është qenushim? Toj, dove sei? Ku jeti? O boss. Ky mjeshtri këtu. U bë gati ky tani. Kështu që pres komentet tuaja dhe kalofshi bukur.